Ajet Gashi. I Bubavecit, dhe me thonë, në dojt i këm pasë në Bubavec, kështu që... Ju pas ka njoft mirë? Po, në ka njoft mirë, si familje, se edhe në të dhe nishën ka qenë pjesë e udhëbes kur jenë ardhë në Bastisje, në atë, kanë arrestu Hysniun. Besë që ma shumë më ka re e shqiptari, logareti më ka i ledhë për karrikit, që të për mrapa, nuk u mujtë kur gjithë të me bon, veç ka i herej këmë shasë, s'ku pos arsye, nuk u mujtë ndryshe me mjë kundërvy, a më një thmi, 14 vjeqarë më lidhë për karrike dhe më rejnë në atë formë, veç që je një familje që e dënë vajnë e vetë, a më në moshën 14 vjeqare, kjo për mu ishe e pa imaginushme, nuk më isha me arsyetu pse për ndodhë kjo. Edhe më ka ra shkeljo me qaj shqiptare, edhe më veç kur më ra poshtë atje, edhe më ka sha me none, me babe, me familje, me Republike, Kosove, gjitha sanet. A ka pas udhëbash shqiptarë në atë kohë që ka marrë pyetje pasi që thatë një polic e përmena që është sjell, çfarë sa ka pas mundësi mu sjell në atë kohë, po ka pas prej atyre që shumë bashkëtarët juaj edhe shumë patriot kohës tonë që i ka kalu edhe kompetencat që i kanë pas. Do të sjell baket se sa serb. Shumë e vërtetë, është fatkeqësisht më duhet me thonë se udhëbash shqiptar në klasën e 8, tash po zgjeroj pak po kthejnë në retroaktiv se e harrova më herët me përmen, se nga klasa e 8, kur kam kry klasën e 8, a ardhen një udhëbash shqiptar, më ka marrë në shpe, a orë në shkollë më ka pruftesën, unë më konë klasë, si këm pas 14 vjetë, edhe një thmi normal që shqetësohet. Mirë po rejtja ka qenë çdo herë, friga si thmi është normale, mirë po rejtja ka qenë ma modha se friga. Dhe tha do të me ardhë me mund në pej, për arsye që si familje irredentiste, shoveniste, e përjashtune, 17 vite, dhe me thonë kemi qenë përjashtun nga regjimi i pjesës Refat Berishës e këtyne, edhe me që kena pas, edhe në atë kohë kemi qenë 17 vitet e izoluar si familje, dhe me thonë, edhe kështu që motivi i frigës ka eksistu si thmi, po në gjarjet të cilat i kom përjetu në udën tonë, që unë jam rritë në udë, më kanë bo që të piqen para kohë, dhe friga tjetë pak ma relative. Jemi shku në Kiev, më ka marrë, me kerë veç vetë, dhe jemi shku në Kiev. Kër janë shku në Kiev, tha panolëm pak qitu se keme drejtu pak, dhe po vazhdojmë për Klin. Ajet Gashi. I Bubavecit, dhe me thonë në dojt i këm pasë në Bubavec, kështu që... Ju pas ka njoft mirë? Po, në ka njoft mirë, si familje, se edhe në të dhe nishën ka qenë pjesë e udhëbes kur jenë ardhë në Bastisje, në atë, kanë arrestu Hysniun. Edhe kemi vazhdu, nuk jena anallë në Kiev, anallaj, po unë si mdallë për kjere, a ardhë, për në atë aspektin psikologjik, gjdo herë më ka bo, dhe me thonë presion, që të frigohem, dalë për vetë vetës, dhe kemi vazhdu në Klin. Kër në shku në Klin, edhe aty është ndallë me kun ataku, nuk e di, se unë në kërë këm najtë, edhe në shku në pej. Kër në shku në pej, më kanë morë në pyetje një shqiptar, i gjatë me trup, nuk ja di jamnin, se kam qenë thmi, po ako burë i shnosh edhe i gjatë, edhe një malazes. Besë që ma shumë më ka re e shqiptari, logareti më ka i ledhë për karrikit, që të për mrapa, nuk u mujtë kur gjithë të me bon, veç ka i herej këmë shasë, s'ku pos arsye, nuk u mujtë ndryshe me mjë kundërvy, a më një thmi, 14 vjeqarë më lidhë për karrike dhe më rejnë në atë formë, veç që je një familje që e dënë vajnë e vetë, a më në moshën 14 vjeqare, kjo për mu ishe e pa imaginushme, nuk më isha me arsyetu pse për ndodhë kjo. Si thmi është. Edhe në ora 2 natës, do me thonë, më kanë marë edhe më kanë qitë 5 stacionet, po fatë bërësisht dojt i këmë jetën doja jam, jetën në pej. Ka qenë në pej me shpi,
në rrugën Tash Sulejman Vukshi, lagja e Pemishtes është një lagje, edhe unë e kom ditë shtëpinë e dajve dhe kom shku. Kur jam shku të shtëpia, Prej stacionit vetë, deri te shtëpia. Vetë. Më ka rao shkelëm, dhe më thonë atë pjesë ndikon kanë qenë atëherë se tash i kishin rregullu. Atëherë kanë qenë një farë pjesë manal shtu do shkollë. Ka që shumë. Edhe më ka rao shkelëm ai qaj shqiptari, edhe më veç kur më ra poshtë atje, edhe më ka shoh me none, me babe, me familje, me Republike, Kosove, gjitha senet. Kam vazhdu rrugën, ka stacioni autobusave drejt të poshtë dhe kam shku të doja. Kur i kom ra derës, ka dalë, kur më ka po doja, dhe me thonë, ka qenë i befasun edhe nuk më theke hajde në mrena. Komplet, jem kom lam. Edhe pithomën edhe është dojë, thashtë unë një mordë, po nuk, ku e kom kështu adi me. Thashtë, policia më kanë rejtë, qështu, stacion policisë, thashtë edhe ajeti, sa ajeti më bësh fshatarë. Qysh bërtha ka marru zotit, thashtë që. Edhe kom hymë mrena, kom bon atë natë aty, edhe nuk më kalon me orë të shpijat nesrit, për arsye se deri sa kanë kalu atë plakët, pak jem shëru pak, mandi ka orë, jena shku bashkë të shpija, dhe nonës nuk i kom të regu kër, babës edhe vlavit, po, edhe familjarëve tjerë, i jo kom të regu, që kështu është puna, dhe shka me thonë, do me thonë, deri aty kam ri, ka ardhë puna, që ti si një familjar, një familje që e ka desht venin dhe ka dhonë pres pas brejsi për vend vetin, do me thonë, të mirë është si thmi, që është edhe të maltretuosh në të mos. Regjim barbar që sët populli jonë, qytetarët e tuën, thmija e ardhmja jonë, duhet ta dinë që në Kosovë ka shku deri te shkolla e gjenocidit.